E rënd. Këngëtari i njohur humbi jetën në moshën 39 vjeçare në një sulm të armatosur. Të dielën e 16 marsit, rreth orës 2:35 të mëngjesit, këngëtari i njohur peruan Paul Flores, një antar i orkestrës Cumbia Armonia 10, humbi jetën pak pasi sulmuesit sulmuan autobusin e turneut të grupit në Lima. Sulmi ndodhi edhe rreth orës 2:35 të mëngjesit me orën lokale në një rrugë në lagjen El Agustino të kryeqytetit, ndërsa grupi po shkonte për në klubin e natës Casa Real del Santa Clara, pasi performoi në stadiumin El Palomar. Thuhet në raport. Flores, 39 vjeç, u dërgua me urgjencë në një spital lokal, ku vdiq nga plagët e marra. Shokët e tij të bandës ishin të padëmtuar. Informacionet paraprake sugjerojnë se sulmuesit kishin kërcënuar më parë antarët e orkestrës. Zyrtarët policor të Departamentit të Hetimeve Penale janë duke zhvilluar hetime për rastin.